Vijon procesi gjyqësor ndaj zyrtarëve të Bashkisë së Tiranës të akuzuar për abuzim me tenderat publik përmes kompanisë 5D Contractions. Në seancën më të fundit, në cilësinë e dëshmitarit ka dhënë deklarime edhe Arbian Mazniku, ish nënkretari i Bashkisë së Tiranës në periudhën 2019-2022. Në dëshminë e tij para trupës gjykuese, Mazniku deklaroi se gjatë ushtrimit të funksionit si nënkryetari i Bashkisë ka qenë i autorizuar edhe kryetari për të vepruar si autoritet kontraktor në procedurat e prokurimit. Ai theksoi se roli i tij konsistonte një certifikim të hallkave të ndryshme të procesit tenderues, ndërkohë që vendimarrja teknike dhe përzgjedhja e operatorëve ekonomik bëhej me strukturë përkatëse të inxhinierisë dhe juridikut. Në vitin 2019-2020 kanë qenë nënkryetaret e Bashkisë Tiranës, kam qenë i autorizuar për të vepruar si autoritet kontraktor. Unë firmosja hallka të ndryshme të procesit, por nuk jam përfshirë në vendimarrje teknike. Miratimi im ishte një certifikim i faktit që veprimet kishin kaluar në filtra profesional të duhur, tha Mazniku në seancë. Ai deklaroi se nuk mban mend me saktësi procedurën konkrete për ndërtimin e pedonales dhe korsitë e biçikletave, të cilat janë pjesë e hetimit dhe nuk ka pasur dieni nëse zyrtarët e tjerë të përfshirë kishin lidhje financiare me kompanitë fituese. Mazniku pranoi se kishte njohje të mirë profesionale me disa prej zyrtarëve të akuzuar, konkretisht Mariglen Çaton dhe Redi Mollën, me të cilët ka pasur komunikime gjatë kohës në detyrë. Ndërkohë, mohoi të ketë pasur ndonjë kontakt me Nestor Muhamet Larin, një tjetër zyrtar i përfshirë në dosje. Kam pasur marrëdhënie të mira pune me Çaton dhe Mollën. Nuk kam pasur dieni nëse ato kishin interesa financiare te kompania 5D. Nuk kam pasur ndërhyrje për tenderat gjatë kohës që kam qenë në detyrë, shtoi ai. Hetimi i nisur nga SPAK për dosjen 5D përfshin një sër tenderash publik të dyshuar si të manipuluar, ku kompania 5D Construction ka rezultuar fituese në mënyrë përsëritur. Ish zyrtar të Bashkisë Tiranë akuzohen për shkelje të barazisë në tendera, korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Deri më tani, 5 ish zyrtar janë dënuar me 6 muaj burg, ndërsa ndaj të tjerëve vazhdon procesi në gjykatën e posaçme. Disa nga të pandehurit kanë kërkuar gjykim të shkurtuar, ndërsa 4 prej tyre kanë kërkuar veçimin e çështjes nga trupa kryesore, një kërkesë që u refuzua nga gjykata. Deputet të opozitës, përfshirë Belind Kolliçin, kanë publikuar dokumenta që pretendojnë se lidhet me përfshirjen direkte të Arbian Maznikut në miratimin e marrëveshjeve me kompaninë 5D. Përfshirë një akt marrëveshje për prishjen e 13 pallateve të dëmtuara nga tërmeti i vitit 2019. Opozita akuzon se tendrat janë përdorur për përfitime politike dhe financiare, duke i lidhur ato me fushatën elektorale, si në rastin e riabilitimit të rrugës Gjon Belushi gjatë zgjedhjeve të vitit 2023. Procesi për dosjen 5D pritet të zgjasë, ndërsa SPAK do të vazhdojë me thirrjen e dëshmitarëve dhe paraqitjen e provave të reja. Një ndër pikat kyçe të hetimit mbetet përcaktimi i përfituesve të vërtetë të kompanisë 5D, edhe nëse ekzistojnë lidhje të drejtpërdrejta mes vendimarrësve institucional dhe veprimeve financiare të realizuara nëpërmjet tenderave. Ndërkohë, Arbian Mazniku deri më tani nuk është i akuzuar, por dëshmia e tij përbën një pjesë të rëndësishme të mozaikut hetimor për këtë çështje komplekse që hedh dritë mbi mënyrën se si janë zhvilluar procedurat publike gjatë viteve të fundit në Bashkinë Tiranë.